Në shoqëri, paktën në qytetin e Tiranës, ka konfuzion mes qytetarëve, sepse shumë qytetarë ishin përgatitur që do të votonin shumë afër. Në mos datën 9 nëntor, se u kuptua që 9 nëntor nuk do mbaheshin zgjedhjet, sapo vendimi i gjykatës kushtetuese do vinte vonë në fillim të nëntorit, prapse shumë kush, edhe ne në fakt, ishin përgatitur që diku nga mesi i dhjetorit, sikur punët shkojnë ashtu siç duhet, në Tiranë do të kishte zgjedhje. Në Tiranë ka nevojë të ketë zgjedhje. Duhet qytetarët e Tiranës të kenë një kryebashkiak të ri, një njerëz të ndershëm, kompetent, që ka idetë e duhura për zhvillimin e qëndrueshëm dhe të ekuilibruar të qytetit tonë. Kështu që pa diskutim kjo sjell konfuzion në shoqëri. Ne si Lëvizje Bashkë që në fillim ishin përgatitur që kjo do ishte një garë e çuditshme. Do të thënë një garë ku ti nuk e di nëse do vraposh 100 metra apo 5000 metra. Sepse vendimi i parë ishte që zgjedhë ishin 9 nëntor, 30 dhe pak ditë pas dekretit të presidentit. Ama ishte opsioni që në rast të ankimit të zotit Velia, e mbi gjitha në rast se gjykata kushtetuese do të jepte drejt Erion Veliajt, zgjedhjet mund të shtyheshin deri në pranverën e 2027-s, kështu që ne nisëm fushatën duke pasur disa ndalesa në mendje. Dhe kjo sigurisht na e vështirëson punën. Po prapse nga plani përmbajtësor unë nuk shoh në një ndryshim të jashtëzakonshëm, sepse ne do të jemi qytetarë dhe jemi qytetarët për ditë. Sikur zgjedhjet të mbaheshin në dhjetor, pothuajse të gjitha energjitë dhe mesazhi ynë publik do ishte i kufizuar tek Tirana dhe tek zgjedhjet në Tiranë, ndonse jo gjithçka do të ishte e tillë, sepse ne edhe përpara se gjykata kushtetuese të merrte vendimin, javën e kaluar ne kemi mbajtur një protestë të rëndësishme e pensionistëve para Kuvendit të Shqipërisë kur kemi kërkuar rritjen serioze të pensioneve dhe vendosjen e standardit minimum vjetik. Pra, edhe duke u përgatitur për zgjedhjet të afërta në Tiranë, ne po bënim punë tjera. Tani ku mendja do që zgjedhjet do të jenë një vit e ca më vonë, sigurisht ne do ta rikalibrojmë aktivitetin tonë, sigurisht do të merremi edhe me Tiranën, se nuk mund të mos merresh me Tiranën sa kohë je parti politike dhe Tirana është kryeqyteti i vendit, mirë po sigurisht që do të merremi me pensionistët, me punëtorët, me shtresën e mesme, me nevojat që shoqëria ka dhe që i artikulon pushtetit qendror në radhë parë dhe pastaj pushtetit lokal.